Si arrit t'i bëj të gjitha? Kjo është një nga pyetjet që më bëni më shpesh, por e vërteta është që nuk arri gjithmonë të bëj çdo gjë që kam planifikuar ose kam dëshirë, dhe shpeshherë duhet të merrem vetëm me prioritetet që ndonjëherë është vetëm pjesën për batun dhe për familjen time, pse puna, pse social media, e di duket pak e ngarkuar situata, edhe pse ndonjëherë kam qef këtë ngarkesën, të jem e sinqert, sepse më duket sikur jam e gjallë, sikur po jetoj, sikur po merrem me gjëra, por ndonjëherë më duket sikur do çmendem fare dhe nuk po bëj asgjë. Mirë pra, le të shohim bashkë një ditë tipike time me Batolinën, mes punës dhe jetës dhe gjitha gjërave tjera. Aty do dalësh? Qa ke veshur aty? Marrim e vendosim këtë, marrim këtë verdin. Vendose këtë jeshilin tani? Nuk vendo. S'ka gjë. Iku. Bravo! Vendose këtë tjetër tani? Shpresoj të keni fjetur mirë, dhe nuk është se jemi fjetur shumë mirë. Bato është duke e tërhequr karikën që të hypi këtu bashkë me mua. Si përfundim nuk ja kam bler atë Learning Tower, që përgatis shpejt Batos nga këtë shër. Bato ka filluar qerdhen dhe ka shkuar një javë rresht. Kjo është dita e fundit e javës, por i jap gjithsesi diçka të vogël me ngrënë para se të shkoj, sepse Bato han shpesh edhe nuk dua pastaj që ta marrë shumë ori atje, kështu që fillojmë këtu që han, ka pirë dhe qumësht. Ja kemi hequr edhe çuçon, por fakti që kemi hequr çuçon bën që të zgjohet natën dhe të kërkoj qumësht. Do të thënë sa arritëm t'ja heqim qumshtin, po ja heqim çuçon, po shkon dhe në qerdhe, por i kthehemi mbrapsht me qumshtin, dhe është çuar sot natën, ka kërkuar qumësht dhe ka qarë 1 orë, dhe unë isha vetëm se Hekli nuk është. Nuk e di që të them, do më s'kam një tragjedi totale. T'ja bëj gati shpejt se duhet ta vesh, duhet të ndrojmë dhe vesh diçka dhe të qëmë në qerdhe. I don't know how the story ends. Not too dread, so my thoughts stay tethering. Nah, I ain't never settling. I don't even chase chicken, ran in the road trying to get to the bank. Dollar bills be feathering, so they flock for the change. Yeah. I don't focus on the next man. This is just one race. Iraku është dhe pak të shër. Erdha Ira kamioni. Jemi të fiksuar me kamionat, ekskavatorat, dinosaurat. Fiksimi, ndoshta dhe djali juaj, nuk e di vajza, se s'dihet ç'a pëlqejnë të fëmijët, por që fiksimi. Më pa pastaj me këtë tërshërën dorë dhe direkt e hapi gojën, si duket e kam marrë dhe uria, parë se qumshit që ka pirë natën. Erdha, po shkoj t'i japë në hëngër. E kanë ngërën mushkonjat, prap, ndoshta në qerdhe, nuk e di mirë. Dhe shkojnë. Ja lyeva me këtë. Bato si bën shumë keq pickimet, i bën të mdhaja, bën me fluska,
shumë keq dhe i ka ngellur disa shenja na 2 shenja nga në secilin kam, një. Dhe shohim nëse i largohen dhe shpresoj që me rritjen përmirësohet. Jam duke i dhënë dhe lugët e fundit, nuk e ulat në tavolinë sot se donte të luante shumë edhe pas e filloj t'i kryej këmbat dhe ja lyva me atë dhe përfundova t'i jap këtu. Ja, ka dhe lugët e fundit. Ndërkohë që Bato po çmonton, literalisht po çmonton dhomën, do sistemoj pak këto rrobat që i kam lar Batos dje dhe janë tharë dhe mbrëm darkë nuk arrita do t'i sistemoj, ja erdhi. Lava kuzhinën çdo gjë, po pastaj do të rrova ushtreva me Baton. Shikojni këto këpucet e reja Geox që ja ka bler mami. Jam pak mocasino kështu, stil italian. Dhe i ka shumë qef i vesh edhe pse janë pak të mëdhaja. Bato do shkoj dhe në kursin e notit edhe do t'i lë gjërat gati. Siç ju thash pak më parë jam vetëm dhe më duket se dhe makina tjetër nuk po më punon, sapo më njoftoi vllai. Dhe jam duke menduar një zgjidhje se si do ikim në punë sot, se jam në Kamës, jam larg nga ku jetoj. Do t'i lë gati dhe mamit gjërat për pishim për Baton, do jetë leksioni i dytë që shkon. Do shohim se si do shkoj, sepse që kur ka filluar qerdhen është pak si në ankth. Do më thënë kur largohem e fillon qanë. Do të rregoj pak se që do t'i vesh Batos për në qerdhe. Sot, si gjithmonë, mundohem t'a qoj sa më praktik tjetë e mundur. Do t'i vesh këto shortsat Nike, çorapet, këto bluzën të kombinuar, shu bardh gri kuq, zi. Veshim dhe këto atletet që i kam bler të Gently nëse i mbani mend. Janë numër 21, kemi kaluar një muaj që i veshim këto, nuk veshim më numër 20. Dhe sigurisht bodin poshtë, se ndryshe nuk... Bodin nuk ja kam hekurosur, them drejtën se ja mora direkt nga teli. Ja, shikoni. Kështu mos më gjykoni se nuk kam kohë gjithmonë t'ja hekurosë rrobat Batos. Paktën këto të brendshmet, është poshtë krevatit, është duke bezdisur rion, siç po e dëgjoni. Imagjino, domethënë tani futet poshtë krevatit, bezdisë rion gjithkohës. Tani t'ju tregoj pak edhe se çfarë kam tek çanta e qerdhes, letrat lagura. Kam bluzë më shkurtra, bluzë më ngjata, bluzë brendshme body, pantallona të shkurtra pambuku, pantallona gjata, tuta pambuku. Kremin, soothing cream, pelenat, vazhdojmë akoma ta përdorim shumë çantën e Puredus, po ja nxjerrim bojën deri në fund. Tatan. Dhe edhe pse do t'i blej ndoshta një çantë pak më të vogël dhe i kam bler këtë shishën e ujit, i kam bler tek Rossmani, se duhet t'ja heq fare biberonat, por avash po ja heq të gjitha, ndërsa për sa i përket pelenës ka qenë një dështim. Domethënë, i kam mësuar të thot fjalën kaka, por që kur është momenti që e bën e kështu me radhë, se para nuk fare. Tani po hap sirtare, po më rrëmuj dhe këtu. Sa rregullova. O Bato, hajde se do ikim te qerdhja. Por që akoma nuk kam nisur tamam, sepse u mora me Çuçon, po merrem me qerdhen. Tani ndoshta kemi sërish problemin e qumshtit natën, se di do ta shohim. Smoking on a back porch, cigarette. Po e lash në qerdhe, nuk jemi duke quar më në qerdhe në shtet. Sepse nuk e di, kisha një ndjesi që diçka nuk shkonte siç duhet, nuk e di, nuk më pëlqente shumë. Bato nuk u përshtat asnjëherë. Nëse nuk e di, nuk di çfarë të them. Qerdhja është eksperiencë shumë personale. Tani e kemi futur këtu afër shtëpisë, në një qerdhe private. Dhe shohim se di, do jo updateoj. Kam qenë gjithkohës shumë në ankth këto ditë, sepse kam ndetur goxhat në drejtën, por gjithmonë kam qenë kështu, çfarë po bën, apo qan, apo han, apo luan. Shumë keq. Jemi kthyer në shtëpi dhe Rio, jam vetëm me Rion.
Thjesht duhet të tregoja që kam ndruar tapetin. Kam vendosur këtë që kisha tek dhoma, sepse këtë që kisha këtu e kam çuar për t'u lar, dhe doja të thoja që më pëlqen më shumë sikur jep pak atë atmosferën më vjesht, më cozy, më shtëpi, dhe mendoj që do lë këtë këtu. Ndërsa tek dhoma e batos do shoh se ç'a do bëjmë, sepse duhet rregulluar ato gjëra, por akoma jemi pak në mëdyshje nëse do vazhdojmë të rrim këtu apo jo. Bëra gati se të shkoj në një takim dhe më pas do ndaloj te Ada Herbs të blej një krem për fytyrën ditës. Këtu janë flokët sot që kam përdorur produkte gjithmonë të Ada Herbs, dhe këtu janë flokët e rinj që po më dalin. Do vesh një palë këpucë komode të rehatshme sepse do ecin këmbë, nuk do marr makinën, plus makinat më punon sot, kështu që do hedh këtë parfumin e flokëve. Mra pak dhe këtu, po s'ka gjë. Që pak bigodinat, jam akoma duke mësuar si t'i stiloj siç duhet prerjen e re. Dhe paka shumë jam drejt rrugës dur, paka shumë. Ky volumi kështu bie pak, edhe këto kthehen siç duhet. Ja. Tikim tani se nuk duhet bëhen vonë. Get carried away, wrapped up in everything that you say. Never mind how hard I... Sa po mbarova tek Ada Herbs dhe kam këtu 2 kremra të reja që do t'ju tregoj. Takova gjithashtu dhe një nga themeluesit, se kanë themeluar 2 motra dhe kalova shumë këndshëm. Jam shumë happy kur shoh që mbrapa brendeve ka po aq shumë njerëz që punojnë, që kanë vizion, që impenjohen, kanë një filozofi, pra nuk janë thjesht produkte që nxirren në tre, por nga mbrapa ka një punë të palotshme dhe një histori, dhe kjo gjë më pëlqen shumë dhe adhuroj këtë gjë. Dhe tani do kthehem në bazë dhe do më duhet të marr një taksi deri në Prishtinë, në Kamës, se isha duke biseduar për Prishtinën dhe kështu pra u kënaqa shumë të Ada Herbs. Nuk hydha në Urban ka disa vite. I kthyem detyrës mbas autobusit, taksis. Tani nxora këto të dy jashta. Ha ju të dy, si u sollët sot? Ha? Si u sollës? Mama lupsiri jo, ke uri? Mami po më thoshte që në qerë dhe kishtë shkuar shumë mirë, sepse e morja jo bashkë me Markon, dhe Bato ishte i qetë, dhe kjo gjë më pëlqeu shumë. Arritëm në fund në një tentativë pozitive, ndoshta u mësua dhe po i pëlqen se ti. Bato fjeti jam tu e rrethuar nga ekskavatorët e Batos. Jemi në fiksimet. Thasht t'ju tregoj pak disa nga gjërat që kam marrë në periudhën e fundit. Këto ja solli mami sot janë çorape me simbën. I ka pasur të vjet kështu dhe i ka pas qef dhe mami ja gjeti dhe ja solli. Se pare t'ju tregoj kremin, ka marrë këtë anti-aging nga Ada Herbs që është organic, dhe këtë tjetrin që e ka marrë rich, pra që është shumë hidratues, dhe çfarë më pëlqen tek këto dy është që sado që mund të jenë hidratues nuk janë shumë të rëndë dhe i japin këtë efektin, siç e shikoni, glowy, që është pa filtra pa asgjë, se ju dini që unë nuk përdor asnjëherë filtra, dhe këtë e kam filluar ta përdor, sot e përdora pak dhe më pëlqeu. Do të shohim edhe në vazhdim, do t'ju tregoj. Këtu kisha harruar fare, më ka ardhur papoja që në fund të gushtit, nga një dyqan vintage në Kosovë, që është, se lexoj dot emrin, Vintage Hunters.
Dhe kam porositur këtë fustanin me polka dots që janë shumë në mod. Faktikisht kam pas gjithmonë fustane me polka dots dhe pjesën e poshtme kam pak si flamenco. Dhe nuk e dia do kem një rast për ta veshur, por do shohim, sepse nga që po vjen vjesht ajo për gjë, por shive sa bukur që është. Masa është S. Let's see. Përveç këtyre, dhe një çantë të re nga Dot Bags. Deri njerë që po nxjerrin çanta për herë më të bukura, i thash keni mëshirë se të paktën presim rrogën. Duke bërë shaka, i thash kështu. Dhe se kam hapur akoma, dua ta hapim bashkë. Shive sa e bukur dhe letra. Shikoni sa e bukur dhe letra. Shumë glittery, shumë e bukur. Fix me fiksimin tim, fix me fiksimin tim me jeshilën. Gjërat e fundit më kanë ardhur nga tamam. Kam përsëritur disa vaza dhe unaza të reja. I kam hapur këto paraprakisht, se ja u kam treguar dhe në Instagram, por mendoj t'ju tregoj edhe këtu. Dhe pikë së pari janë këto vazët vintage që mund të shkojnë shumë edhe stilit të çantës, shikoni. Doja se ishin pak më të mëdhenj, por edhe kështu me këtë masë, shikoni, janë shumë nice edhe për ditëshmëri, sepse nuk janë të rënda. Më modern, shikoni. Dhe kam një palë vatë të tjerë që i kam vënë dhe nuk e di, i kam blerë nga ana tjetër. Nuk i pas kam këtu, mendoja se i kisha këtu. Janë dhe këtu nazën, shikoni, që i kam kombinuar pak me këto vatët. Dhe këtu nazën tjetër, ja se vendosa, që sa të bukur, me ngjyra pastel. Dhe këtë tjetrën, që e kam marrë për ta ngushtuar për kështu. Ju tregova pak shpejt të gjitha gjërat. Dihet pak lodhja e ditës, por do mundohem që të jem më aktive dhe më prezente këtu, sidomosani që jemi të mbyllur më shumë në shtëpi. Shpresoj që vlogjet ju pëlqejnë dhe mos harroni të më ndiqni, të bëni subscribe, follow, të komentoni, të jeni prezent këtu, sepse më bëni shumë qefi në këtë mënyrë dhe arrit të kuptoj gjithmonë nëse ju pëlqejnë apo jo videot e mia, vlogjet e mia dhe ju përshëndes.